Përshëndetje për të gjithë bashkëdhetarët e posaçërisht për antarësinë e shoqatës Roja e Kohës. Juftojmë që me 21 korrik prej orës 12 majmë një demonstrim paqësor para qeverisë së Kosovës. Me moton Stop droga, stop hidhrimi, mosmarrëveshje dhe luftat mes qytetarëve, stop vesë, tradita dhe krenaria negative, stop keq trajtimi i pleqshve dhe qytetarëve, dhe sloganin dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri. Qëllimi i këtij projekti është se shumë nëna edhe prindet nga shtëpia i kanë largu. Dhe synojmë që me motivu yllin e muzikës internacionale Dua Lipa që me bo thirrje mesazhin ton ku do mbot me qu, me motivu, me i frymëzu, shpirtnisht me inspiru këngëtarët nga gjithë bota nga një koncert me organizu për bamirësi. Nga 21% që atë fitojnë për Fondacionin Global Energjia Pozitive të dhurojmë. Të bojmë thirrje edhe qeveritarëve tanë që me 21 shtator ta mojmë beslidhen shqiptare të shekull 21 për pajtim dhe bashkim shpirtëror dhe ekonomik. Ne kemi projekte pune që synojmë kampingje, pune, qendra kulturore, turistike, rehabilituese në koncept dhe sistem energji pozitive me organizu. Kjo biblioteka kombëtare këtu është një punë një arkitektit madh që ka pas qëllim, është një stil ku gërshetohet kultura bizante dhe ajo osmane. Sistemi dhe format e punës mrena janë duke u bazuar në kisha, xhamia, hamame dhe tempujt meditimit. Ne urojmë që ky vend bëhet vend i meditimit, qendër kulturore turistike për të mirën e gjithë njerëzimit dhe me 21 vjetor të organizojmë, të motivojmë gjithë qeveritarët shqiptarë, biznesmen që të na bashkohen që forumin për klimën dhe paqen në botë të organizojmë bashkë me vendet e G20. Ku do në botë të organizojmë aktivitete kulturore me mendim dhe qëllim të mirë, që gjithë botat në nderon. Festa paqësore, 7% qatë fitohet për fondin global të i dërgojnë. Në këtë vend e synojmë me organizu tempullin e energjisë pozitive, 4 katë do të shkon në tokë, 2 katë parkingje, 1 katë qendër, 2 katë do të shkojnë qendra tregtare, dhe në katin e epërm do të bëhet qendra e meditimit kulturore. Ky shesh do të bëhet qendër park i energjisë pozitive. Që forumin për klimën dhe paqen në botë që marrë në Davos në vendin tonë të organizojmë. E gjithë kjo do në vullnet, do njerëz vullnetit mirë, që mesazhi jonë dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, para çdo performancë artist, sportist, këngëtar, ku do në botë ta praktikojnë, që njerëzit i motivojmë, frymëzojmë shpirtnisht, të inspirojmë të keqen me mirësi, ta ndryshojmë, pastrojnë apo luftojnë, të vjetrën me të rinj ta zaventojmë. Të rregullat të reja të lojës jetës për organizimin e jetës me energji pozitive, pra të vjetrën me të rinj ta zaventojnë që mos mbetet njeri pa të ardhurat garantuar as pa sigurim social as shëndetësor. Se një shtëpi e Zotit që nuk del Zoti, ku nuk ki para, nuk ki shtëpi, nuk ki probleme me shëndet, ajo nuk jetë më shtëpi e Zotit. Gjitha si Karitasi, si Hana Kuqe, si ata kanë ndërtu qendrat të rehabilitimit, por në vendin tonë do të bëhet qendrat të rehabilitimit me energji pozitive. Nuk ka mu bo operacion që është bëhet në Gjermani edhe në vendet tjera veç për para. Po bëhet që bioturizmin të organizojmë, me bioturizm jetën të organizojmë. Do të thotë reciklimin e energjive, pastrimin e energjive, që çdo 3 vjet për shembull ngjiten fasadat, çdo 5 vjet ndrohen kerret, çdo 3 vjet ndrohen mobilet, dhe njerëzit t'ja u mundsojmë ka 21 ditë në pushime me shku, që me mujt me dhonë dhe me marë, edhe vendi jonë të bëhet vendi i mirësisë, ta bëjmë këtu unazën e energjisë pozitive, që botat na viziton, dhe bioturizmin të organizojmë, që njerëzit për shembull vinë me rregullu dhëmë 1 javë ditë ose 2 javë ditë ose 3 javë ditë rrinë, por me një program punës që edhe më kënaq edhe me pagu.
Po edhe njerëz që dojnë më operu nga zemra ose nga smundjet ndryshme që mjekësia alternative dhe ajo moderne të jenë bashkë dhe të jenë konkurrues. Edhe ne, pra, edhe unë kam dizajnu me vullnet mirë. Ylli me 7 rrema është flamuri i energjisë pozitive, stema e Dardanis është me hyneshën front, po ylli me 7 rrema. Qëllimi i këtij projekti është shpëllëzimi i gjelbrimi i planetit tonë nga vendi jonë të apëllojnë. Ju e dini mirë se lufta e parë e dytë botërore nga Ballkani ka filluar me dhëmbje të mëdha, ka marrë në vendet të cilat e kanë dizajnuar, se gjithçka kthehet. Edhe këtu kemi edhe një rast, për shembull, solidarizim me tezën ajete, është halla e nonës Dua Lipës, që familja e ka largu, edhe ata janë familje ndershme, po disa hoxhallar i kanë thonë që në shtëpinë e juve është një mëngjetore, edhe familja e sajna e kanë marrë si mëngjetore, e kanë keq trajtu. Është një grua shumë e ndershme, shumë e mirë, po uroj që kjo të bëhet sebeb që mos metet asë një grua mu keq trajtu, asë një prind nga shtëpia mu largu, po të bëjmë edhe qendra kulturore, turistike, rehabilituese, po edhe hajme për pleq në çdo komunë, për këton edhe kryeministrit që ka qenë detyrë i pata dërgu një kërkesë që 1 miliard euro të investohen për këtë organizimin e bioturizmit, 200 milion të investohen këtu në Prishtinë, 200 milion në Prekaz në Drenicë, 200 milion në Rrafshin e Dugaxhinit, 200 milion në Ana Morav dhe 200 milion euro në Llapë Gollak. Për më bo kjo realitet na vjen secili njeri mirë që menon mirë, fol mirë, bën mirë, që të keqe me mirësi ta ndryshojmë, pastrojmë dhe luftojmë që ndahem nga veset dhe traditat negative, nga e keqja që të keqen për kurzon, po me energji pozitive, me punë ndershme, ku do jetën të organizojmë. Këto janë edhe thirrjet e gjithë profetëve, na i kemi ngërshetuar në ritualin ton, thirrjet e gjitha profetëve, njerëzve të urtë nga gjithë bota që kanë kontribu për revolucione të ndryshme, për që i qytetarëve jetën dhe vdekjen ja u lehtësuar. Ju faleminderit në mirëkuptim, ju presmi në bashkëpunim.